Pas më shumë se 12 orësh rezistencë, tensioni në fshatin Orosh të Fusharzit u mbyll me dorëzimin e 2 personave të kërkuar, të cilët prej mëngjesit të sotëm qëndronin të izoluar në një banesë. Operacioni nisi rreth orës 6, kur patrullat e policisë së Pukës pikasën lëvizjet e 2 shtetasve të dyshuar, Julian Cumraku dhe Arben Hamza, Uka. Menjëherë pas konstatimit, zona u rrethua nga forcat e rendit dhe njësia speciale Renea, pasi dyshoi se personat ishin të armatosur rënd. Pavarësisht thirrjeve të vazhdueshme të policisë, ata refuzuan dorëzimin, duke u mbyllur brenda banesës dhe duke zgjatur për orë të tëra negociatat. Në vendngjarje u thirrën dhe familjarë të tyre, vëllezër, motra dhe të afërm, të cilët u përfshin si element kyç për arritjen e një zgjidhje pa përdorim force. Negociatat rezultuan të suksesshme dhe pas orësh të gjata presioni, të 2 personat dolën nga banesa duke u dorëzuar pa rezistencë. Operacioni u mbyll pa të lënduar, ndërsa policia ka nisur procedurat e mëtejshme ligjore për 2 të arrestuarit. Autoritetet lokale vlerësuan bashkëpunimin e familjarëve dhe profesionalizmin e forcave të sigurisë për finalizimin e situatës pa pasoja.